Vdekja e gjënpakzuesit. Në atë kohë Herodi I Tetrarkut dëgjoi që flitej për Jezusin dhe u tha shërbëtorëve të vet: "Ky është gjoni pakzues, unë gjallë së vdekurit, ja, përse ka pushtet të bëj mrekulli." E vërtet Herodi e kishte zënë gjonin, e kishte lidhur dhe e kishte qitur në burg për shkak të Herodinës, gruas së Filipit, vajit të vet, sepse gjoni i kishte thënë: "Nuk guxon ta mbash për grua Herodinën." Herodini donte ta vrasë, por dronte nga populli, sepse gjoni e mbanin për profet. Në ditëlindjen e Herodit, bia e Herodinës vallëzoi para të ngrishurve dhe aq I pëlqeu Herodit, saqë me përbetim I premtoi se do t'i jap çka do që t'i kërkoj. Ajo e mësuar prej semës, ma jep, tha, këtu në pjatë kryet e gjënpakzuesit. Mbretit I erdhi keq, por për shkak të premtimit të të ngrishurve të urdhëroi t'i jepet, dërgoi dikën dhe ja shkurtoi gjonit kryet në burg. Kryet e gjonit e sollën në pjatë I la vajzës e kjo semës. Pastaj erdhën nxënësit e gjonit e morën trupin e varrosën, shkuan dhe I treguan Jezusit. Jezusi u shqen 5.000 vjet. Kur dëgjoi Jezusi, shkoi prej andej me bardhë dhe u shmang në një vend të pabanuar në vetmi, por kur e hetoi populli, u nis pas tij këmbë prej qyteteve. Kur doli Jezusi prej barkët, pa një turm të madhe njerëzish, pa fillimshuri për ta I shëroi të sëmurët e tyre. Në mbrëmje ju afruan nxënësit e I thanë: "Vendi është I shkretë dhe u bë vonë. Lëshoj njerëzit të shkojnë në fshatra e të blejnë ushqim." Jezusi u përgjigji: "Nuk është nevoja të shkojnë, jepu ju të hanë." Ata I përgjigjen: "S'kemi këtu pos 5 bukë e 2 peshq." Jezusi vijoi: "Mi bini këtu." Pastaj I la urdhër popullit të ulen në barë. I mori 5 bukë e 2 peshq, I çoi syt ka qielli, I bekoi, I ndau dhe u la nxënësve, kurse nxënësit turmës, të gjithë hëngrën e u nginë. I mbyllën tepricat 12 shporta plot me copa, e ata që hëngrën, pa I numëruar gra e fëmijë, ishin rreth 5.000 mashkuj. Jezusi eci përmbi ujë. Mandej aty Jezusi u urdhëroi nxënësve të hyjnë në barkë e të kalojnë para tij në anën tjetër derisa ai të shpërndajë popullin. Jezusi si e nisi popullin, u ngrit vetëm në mal për t'u lutur. Ishte bërë natë e ai ende gjendej aty vetëm. Barka, që tashmë ishte shumë stadie larg tokës, përplasej prej valësh, sepse frynte te era e kundërt. Në ruajën e 4 të natës erdhi Jezusi tek ata duke ecur përmbi detë. Kur nxënësit e hetuan duke ecur përmbi detë, u friksuan dhe thanë: "Diçka po na shtihet." E prej frikës bërtitën, po menjëherë Jezusi u tha: "Zemër, jam unë, mos ki frikë." Pjetri përgjigji: "Zotëri, nëse je ti, më urdhëro të vi te ti përmbi ujë." "Eja," I tha. Atëherë Pjetri zbriti nga barka e po ecte
në përujë për të shkuar te Jezusi, por se kur e pa erën e fortë, u friksua, filloi të humbas në ujë dhe bërtiti. Më shpëto o Zot. Jezusi për një herë shtriu dorën e i kapi dhe tha, fej pak, përse dyshove? Kur hyn në bark pushoi era. Ata që ishin në barku përkulen me dërim para tij thanë, me të vërtet je biri i hyut. Jezusi shëron në rrethet e Gjenezaretit. Pasi kaluan detin, u kapën në breg të Gjenezaret. Njerëzit e atij vendit, po sa e njohën e vonë në dijen e një bark krahinën dhe ja sollën të gjithë sëmurit. Ju lutnin t'ua lejonte t'i preknin vetëm këndin e petkut të tij. Ata që e prekën u shëruan.